në datë 21 gusht, çfarë do të ndodhë në datë 21 gusht? Datë 21 gusht, ne kemi thëritur të gjithë ata që janë simpatizantët tanë apo të gjuhës të largët dhe të afërt, që të vlidhen dhe të vidhemi këtu tek sheshi përpara operës, nga shkallët, për të realizuar atë që është takimi jon programatik, ku do të shpalosen idet, vizionet e LRE-s, lëvizjes rinisje, por gjithashtu për të parë një të vërtet, për të testuar një të vërtet që është formi të fundit që shqiptarët janë zgjuar. Shumë prej jush ta kanë thënë që të mblidhemi të dalim në shesh, duhet të mblidhemi të bëjmë, po themi, edhe një lëvizje në shesh, atëherë sfida është e hapur, ne këtu do jemi në shesh para operas, të gjithë ata që mendojnë dhe shohin të drejtë se e vetmja lëvizje politike që është përballë sistemit e meriton mbështetjen e tuaj të vinë dhe të na testojnë se çfarë jemi ne në gjendje të bëjmë dhe si jemi ne të afta bëjmë këtë gjë. Ne që në krye të erës, që para 6 vitesh e djerë më sot, kemi qëndruar solid me ide të parimet tona, por edhe në metodën dhe mënyrën se si mund të ndryshoj sistemi në Shqipëri. Sistemi në Shqipëri nuk ndryshon me eufori që ikën kot dhe derdhet kot, por ndryshon me marrje përgjegjësish, ndryshon me organizim që ka fytyrë, ka emër dhe ka një rrugë të caktuar dhe një strategji të caktuar. Ne në këtë ju ftojmë, kjo është sfida jonë. Strategji, përgjegjësi, fytyrë përballë kaosit. Këtu qytetarët të zgjedhin nëse duan strategjin, përgjegjësinë dhe fytyrën, këtu në shesh, ja ku është, përpara operas. Pra ku do mblidhen njerëzit në datë 21 këtu është I Love Tirana? Po, në kratë I Love Tirana, këtu ke opera tek shkallët e operës. Fiks tek flamuri. Kush flamuri kombëtar? Flamuri kombëtar. Tek shkallët tek opera këtu apo jo? Po, patjetër. Tregoj edhe një herë me gishkën ti. Tek shkallët tek opera ku është flamuri kombëtar? Këtu do të na gjeni dhe ne do të jemi duke u pritur juve për çfarë do lloj sfide që do të na ofroni. Pra, në datë 21, në 21 gusht, ora 18:00, të gjithë qytetarët shqiptarë që duan na bashkohen këtu tek shkallët para operas, agendi? Po, tek shkallët përpara operas, tek flamuri kombëtar. Tek flamuri kombëtar, jemi dhe afër Hotel Tiranës, pra siç kemi thënë, është kjo zona këtu, tek shkallët, pra para shkallëve tek opera, në datë 21 gusht. Çfarë do të ndodhë në datë 21 gusht, Gendi? Në 21 gusht do të prezantohet programi i lëvizjes, programi ideor i lëvizjes së re, rinisjes, një lapsus me emrin e pashëm, por gjithashtu do të jemi të hapur me sfidën e qytetarëve, nëse ata do të duan që ne të bëjmë një takim të madh, një qendres në shesh. Kjo është sfida që shumë prej jush ne kanë shprehur në për rrjetet sociale me mesazhe direkte, dhe ne jemi të hapur për këtë sfidë. Nëse juve doni të na shihni se si ne i përgjigjemi kësaj sfide, ja ku jeni, ja ku na gjeni. Jam miq këtu pra tek shkallët para operas në datë 21 gusht ora 18:00. Ky do jetë pikë takimi, ky do jetë vend takimi, këtu ku shihni flamurin kombëtar që valvitet kaq bukur. Mu këtu para shkallëve të operas do t'ju presim unë, Genti, Jani dhe të gjithë zbashku i gjithë ekipi apo? I gjithë ekipi i rinisjes do të jetë këtu. Dhe ne nuk i trëmbemi sfidave sikurse kemi thënë. Kjo është përsëri sfida e radhës, po këtë herë po le ta themi ne po hedhim dorezën. Tashti është në dorë të qytetarëve për të treguar nëse vërtet guximi është zgjuar. Mirë pra, edhe një herë të dashur miq, në datë 21 gusht, këtu është Hotel Tirana, këtu do të mblidhemi ne përpara operas dhe ku është flamuri kombëtar tek shkallët përpara operas.
në datë 21 gusht 21 gusht, ora 6 mbasdite. 6 Ose mbasditë 18 18:00 në sheshin Skënderbej. në sheshin Skënderbej. Dëgjohemi përsëri Gendi, faleminderit. Mirupafshim.